Hej goca, erdhi fundjava dhe të shikojmë pak letrat se çfarë do na tregojnë në lidhje me atë person që nuk përgjigjet mesazheve apo nuk i përgjigjet dashurisë tuaj. Në fakt letrat janë prap shumë negative dhe i marri me radhë. Kjo është letra që tregon detaje në lidhje me atë person drejtim t'jush. Dhe sipas kësaj letre, le të themi që dashuria e tij për momentin ndaj jush është 0. Ai ju ka vrarë juve pa mëshirë, edhe pse ka pasur lot. Dhe kjo gjë nuk ndryshon. Të shohim pak dashurinë e tij për partneren që ka aktuale. Brenda vetes ai do donte që marrëdhënien me këtë grua apo këtë vajzë, dikë që e ka aktualisht, të kishte një marrëdhënie shumë të mirë, ose ta donte atë, sikurse ju ka dashur juve, ose sikurse ka qenë shumë mirë me ju. Por përsëri këtu ka blloko, që do thotë se është e pamundur pavarësisht dëshirës tij. Dhe të shohim prap se çfarë do të bëjë ai person. Në fakt sipas letrës, këtu duket një person që sikur s'ka jetë, që do të thotë se ai në vetmi dhe në mënyrë të fshehtë do t'jetë pranë jush. Por kjo lidhje për momentin duket e pashpresë. Ai do vazhdoj ta mbajë atë sekret brenda vetes, ndoshta edhe ka lotuar, por do t'i lëri gjërat me kaq. Për mendimin tim do t'i lëri gjërat me kaq. Ciao.